Çka do të gruaja për juve? Gjithçka vallahi, pa gru s'ban. Vallahi direkt i shtëpis, trani i shtëpis. Na këtë një herë i na njoftu pak me mëse. Edhe më duket që ka më mirë pak. Se s'pëtojnë bjerri. Se pedojnë lirinë më të plot, më të madhe veç me burr. Kjo duket më mirë. Edhe kjo është gabim. Se në ditë edhe çaja e reja ka më bo virë. Qatë djallë e kum bon, e kum rritone. Unë i kam një djallë edhe një qitë. Dhe ma unë po kujdesna për të pe vëzhlimit e deri sa për rritën. Edhe ta man, të bon pa më varë, mi thonë babës, babë, s'po du me jetu me ty, kjo është shumë e keqe. Që temperatura, atë grunë nga atë vetit, kush po ta aprish? Ja më aprish gruja mo ta man puna. A, zbot, kërcysha, a ta ka aprish në herë diri sash? Valla ju, kaloj mije, nuk i na keq. Çka do të gruaja për juve? Gjithçka vallahi. Pa gru s'ban. Keq. Vallahi direkt i shtëpis, trani i shtëpis. A më tregon se sa jeni bashkë? Gati 20 vite e kena bashkë. 20 vite. Qyshe? Unë njoftu ta me mëseta veta. Na këtë një herë i na njoftu pak me mëset. Edhe më duket që ka më mirë pak. Ma mirë? Besoj që ka. Sa sot? Ma mirë se sot. Qysh sot janë qërëdit krejti çka veç po ndohen? Nuk po tham që janë qërëdit, po sigurisht ka mentaliteti pak janë ma ndryshe. Për para o kom puna me mësitni, e kemi pas një farloj mbështetje, kitë kjartë. E sot pe i bojnë vetë, po kanë shumë probleme. Sot edhe po martohen trishëm. Është edhe e kundërta, besa edhe shumë s'po martohen. Dikush pet qenë ka gja largë. Ko gja gotë, unë e menoj që është gabim, se parimi i parë është krijimi i familjes. Të unisë për asoj se na s'kemi me gjithmonë tri. E për këtë arsye, njëna bazë e martesës është edhe familja. Dhe pas për arsye se koha ka lënë, vim të plak, ndoshta kemi mbështetje për fëmijëve. Mendoj që është më mirë. E pse po ndohen tregon? Çka më të me kon faktor kryesor? Ka shumë faktorë. Ka shumë faktorë. Çka ke parë? Ona e parë si faktori numër 1 është edhe ona psikologjike shumë trive. Ngarkesa e madhe, besabese dhe jeta tash pa o ma dinamike, ma e shpejt, ma... A mendon që dhe liria tepërt, se qëre gratë ma herët nuk kanë guxu fort nashta me foli me bo çka dojnë. Tash që ke liria tepërt... Jo që s'kanë guxu me foli, po kanë pas kulturë ma shumë, moral ma shumë. Ja kanë rritë edhe nderin edhe babës e nonës. Edhe kjo ka një faktor shumë i rëndësishëm. E sot baba nona ma pak po respektuan për trive. Andaj edhe po vendosin vetë, po mendoj që o ma mirë, po unë e menoj pa mbështetje në babës, sidomos të prindve, është shtirë më realizu një martesë të info. Nusët, se s'po dojnë me vjerrita, a ki nusa, re? Nuk kam re akoma. Se s'po dojnë vjerri? Se pedojnë lirinë më të plot, më të madhe veç me burr. Kjo duket më mirë, edhe kjo është gabim. Se në ditë edhe çaja e reja ka më bo virë. Ajo do të më përkujdes dikush për ta. Do të më menu pak edhe për tarma. Dhe kam i madh këpucë të njëjta. Patjetër, A kish mbet hatri ty nëse djali për shembull nuk ish desht me jetu me ty? Për besën kish nej. Çka i kishe thonë? Nëse të kish thonë bob, po dal me nuse, po jetoj vetë se ç'shtu po dën. Pa është problemi pikë spori, qatë djali e kum bon, e kum rritone. Unë i kam një djali edhe një qitë. Dhe ma unë po kujdesna për të pe vëzhlimit e deri sa për rritën. Edhe ta man, të bon pa më varë, mi thonë babës, babë, s'po du me jetu me ty, kjo është shumë e keqe, mire. Mendoj që është më mirë. E pse po ndohen tregon? Çka më të me kon faktor kryesor? Ka shumë faktorë. Ka shumë faktorë. Çka ke parë? Ona e parë si faktori numër 1 është edhe ona psikologjike shumë trive. Ngarkesa e madhe, besabese dhe jeta tash pa o ma dinamike, ma e shpejt, ma... A mendon që dhe liria tepërt, se qëre gratë ma herët nuk kanë guxu fort nashta me foli me bo çka dojnë. Tash që ke liria tepërt... Jo që s'kanë guxu me foli, po kanë pas kulturë ma shumë, moral ma shumë. Ja kanë rritë edhe nderin edhe babës e nonës. Edhe kjo ka një faktor shumë i rëndësishëm. E sot baba nona ma pak po respektuan për trive. Andaj edhe po vendosin vetë, po mendoj që o ma mirë, po unë e menoj pa mbështetje në babës, sidomos të prindve, është shtirë më realizu një martesë të info.
E nusët, se s'po dojnë me vjerrita. A ki nusa? Re? Nuk kam re akoma, Se s'po dojnë vjerri. se pe dojnë lirin më të plot, më të madhe veç me burë. Kjo duket më mirë, edhe kjo është gabim. Se në det edhe qaja e reja ka më bo vjerë. Edhe do të më përkujdes dikush për ta. Do të më menu pak edhe për tarme. Dhe kam i madhë këpucë të njëjta. Pa tjetër, pa A kish tjetër. mbet hatri ty nëse djali për shembull nuk ish desht me jetu me... Për besëm këshnej. Çka i kishe thonë? Nëse të kish thonë bob, po dal me nuse, po jetoj vetë se çështu po dan. Pa është problemi pik spori, qatë djale e kum bon, e kum rritone. Unë i kam një djale dhe një qik. Dhe ma unë po kujdesna për të pe vëzhlimit e deri sa po rritën. Edhe ta man, të bon pa mvarë, mi thonë babës, bab, s'po du me jetu me ty, kjo është shumë e keqe. Çka i kishe thonë ti në ato momente? Jo, unë s'kam qa i thamë, unë veç që i kishna thonë që rruga e drejto që kjo. Po ti prapë se prapë vendës që shta mërë mërë. Cili është gabime që s'ja fal vetës deri më tash? Për besë nuk kam shumë gabime kështu, s'po di me veçu dishka. Në momente apo sfidat që ke pas njëtë më e vështira? Kum pas shumë sfida. Na i kemi kalu sfidat e para, kemi pas skamjet madhe. Domthon, ka ona materiale kemi qëndru shumë keq, kemi kon tri. Tana kar, lufta, kemi përjetu begi gjanat vështira. Mas lufte që ashtu temi rikuperu, domthon tesa, edhe kemi qenë djegën për sa pjesë në luftë. Qëto kanë qenë sfida pak ma të vështira. Kam qenë gurbet dikon 7 vite, A je kthye le gurbetën? po jam kthej. Cilin vend ke? Në Frankfurt, rrethin Frankfurt. Se shuve, pse shkove? Po për besë shkova, menova, punoj, bajt disa torna, mirë po fati jam që letra së në bona e u detyrua më këtë. So është e vështirë këtu me gjitë punë dhe me mbajt një familja? Tash që e kthy me gotë. gjithë punë nuk është shumë e vështirë, për me mbajt familje o vështirë. Arsia është se punë ka mirë, po tornat janë vogla. Pagat janë vogla. Do me onë, Cila kështë dish me qenë ti paga mesatare për një jetë normale? pak qere, na mujna me thonë, për jetë normale me thonë 5.000 euro, po nuk bëhat. Por afërsisht 1.000 euro do të më konë. Paga. Për sa antarëshe me qenë? 4 antarëshe po me nej. 1.000 A euro. menen që ka më bu në herë ke fort? Pa gjithmonë besojmë që po, të shpresu që po. Na njëra se kemi pas shtetin heq, e kemi ndërtu shtetin, besa besë nuk kemi ofert keq, po pritmi gjithmonë mirë. Besoj që bon. Falenderoj shumë për kohën që ndojnë. Ju falenderoj të juve, punë të marë, çdo të mirë.